Përshëndetje të gjithëve, veçanërisht juve zoti Genci. Sot Qendra për Drejtësi dhe Solidaritet ka ndërmarrë një nismë dhe po e fillojmë me drejtorin e Qendrës së Aksion Plusit, zotin Genci Muçollari. Kjo është një nismë për të zgjeruar platformën e lëvizjes Shqipëria e Re, ku ne do të dëgjojmë nga shoqëria civile të gjitha problematikat që ka ajo. Njëkohësisht do të evidentojmë këto problematika dhe do të ndjekim hapasapi nëpërmjet organit të lëvizjes Shqipëria e Re, që është Gazeta 77 News. Gazeta jonë ka patur dhe më para bashkëpunim me Qendrën Aksion Plus. Ne jemi të interesuar të dëgjojmë disa nga problematikat kryesore që evidentoni ju në qendrën tuaj dhe çfarë mendoni se do të bëhet në të ardhmen në lidhje me shoqërinë civile dhe pse shoqëria civile duhet të ketë një mbështetje, duke kuptuar më mirë se çfarë ndodh në shoqërinë civile. Ne mendojmë që shoqëria, njëkohësisht edhe prezenca e lëvizjes Shqipëria e Re, do të çojë përpara në thelb mirëqenien sociale të njerëzve të thjeshtë dhe të qytetarëve të thjeshtë. Atëherë fjala është për ju, zoti Genci. Faleminderit, çmuaj ftesën tuaj, si çdo ftesë që vjen, domethënë do ta shfrytëzoj në mënyrë sa më pozitive, siç kemi bërë deri tani me burimet që na janë ofruar, domethënë i kemi maksimizuar, po them domethënë, dhe nuk i kemi abuzuar në farmasë ose keq përdorur. Mund t'ju them se qendra jonë si Qendra Aksion Plusit punon në dy aspekte që janë shumë themelore në shoqërinë tonë. Njëra është punojmë me brezin e ri, në mënyrë që të parandalojmë përdorimin e drogës, marrjen e sëmundjeve të ndryshme siç është infeksioneve HIV/AIDS, sëmundjeve tjera që lidhen me moshan, me devijimet e ndryshme rinore. Dhe që për këtë aspekt ne kemi punuar që nga vitin 92 edhe deri në sot dhe përsëri vazhdojmë, sidomos me të rinjt që janë në shkollat e mesme. Dhe një aspekt i punës tjetër, i punës tonë, është puna me grupet që janë të rrezikuar ose vulnerabël, që themi ne, si do të janë grupe si romët, përdorësit e drogës, ato që janë transgender, transgjinorët, gjithashtu edhe me punojësit e seksit, pavarësisht se ligji domethënë i donon në një farmase domethënë disa aspekte të punës tonë, ose disa herë kemi puna jonë domethënë shkon edhe ndesh me ligjin, por mund të them që nga shteti shqiptar kemi gjetur një marrëveshje domethënë për të punuar edhe me grupe edhe aty ku ligji është pak gri ose nuk na lejon. Të dënosh një person që quhet viktim, po them, do ishte shumë e rëndë për të, kur ajo dihet që e ka mjet jetese, domethënë sidomos në vendin e varfra, dhe nuk është një mjet, po them, për luks. Nëse për përdoruesit e drogës, që ne mbrojtëm, domethënë ishim disa OJF që punojnë me përdoruesit e drogës, po në Komisionin Parlamentar të Ligjeve madje, u fol që ka shumë mangësi në përcaktimin e ligjit, sidomos kur bëhet fjalë për përcaktimin e dozës, kur kapet një quhet përdorues personal, dhe një tjetër quhet shpërndan drogën, dhe ligji lë shumë hapësira gri që janë shtigje për abuzime. Më thëmë, kjo është aspekti, ne sodëm dhe eksperienca pozitive për shumë nga Portugalia, ku përdoruesët nuk shkojnë në gjykat, po themi ne, po është një komision, ku ka një ekspert policie, një ekspert juridik, një psikolog, një mjek, dhe këta vendosin që ky përdorues do të shkojnë në burg apo do të shkojnë në një qendër trajtimi. Bëm dhe një lobing fuqishëm, po them, dhe me antarë të Komisionit Parlamentit, por gjithmonë gjërat nësa duket shkojnë deri në farë niveli dhe aty ngecin. Më thënë, dhe këtu do donim ndihmën edhe shumë aktorëve tjerë. Një aspekt tjetër që ne po i mësojmë fort tani, se kur donatorët në përgjithësi janë shumë, nuk janë të sigurt, më thënë, po ikin një nga një, sepse Shqipëria po kalon një vend me të ardhura, po them, të mesme dhe të larta, është se si do vazhdojnë qendra të tilla. Domethënë kur ditë qendrën tonë për shumë përdoruesët do ta marrin terapinë për ditë. Dhe nëse ky program ndërpritet sot, domethënë ka shumë konsekuenca pasoja negative për klientët tanë. Ne bashkëpunojmë në një projekt që tani ka 5 vjet që zbatohet, është projekt shumë i madh, po është me donator të huaj,
dhe fondet kalojnë nëpërmjet Ministrisë së Shëndetësisë, nga Ministri i Shëndetësisë kalojnë ke ne. Ky projekt është 2 vite të tjera dhe me kushtin që qeveria shqiptare gjithmonë do ta marrë përsipër vazhdimsinë e projektit. Dhe kjo është, po them, gjithë pjesa më vulnerabël, më e dobët e gjithë kësaj hallke, se që do ndodhi pas 2 vitesh. Ne jemi në një proces tani që shumë shtete kanë një politikë tillë. Parat që sekuestrohen ose konfiskohen në emër të drogës, janë parat pista. Ne ose qendrat ngjashmësione të përfitojnë direkt automatikisht nga fondet të tilla. Mendoni që në ta duhet një mbështetje më e madhe për sa i përket punësimit dhe arsimimit të personave të cilat e rikuperojnë? Patjetër, sepse aty është gjithë, po them unë, gjithë pika më e dobët ose pika e kthesës për ta. Ti mund t'i trajtosh ata në aspektin shëndetësor, ti riaftësosh, ti bësh gati për të rifilluar jetën, dhe në çastin kur ai kalon këtë fazë, do të punësohet, do të reintegrohet, ai spranohet. Dhe duke qenë në një situatë tillë, ai kthehet ke rruga më e lehtë aty ku ai fiton kënaqësinë me një gjë më të lehtë, domethënë. Për sa i përket eksperiencës time në fushën e parandalimit me shkollat e mesme dhe me të rinjt, kryesisht në shkollat të Tiranës flas, sepse në përrethë nuk është se kem pas një eksperiencë shumë të madhe, por në disa qytete, po themi, dhe në përrethë jemi munduar që me aq sa mundësi kemi patur dhe kapacitete që të bëjmë diçka. Dhe mendoj se është bërë një punë shumë e mirë, jo vetëm nga unë, por edhe nga kolegët e mi. Çfarë mendoni ju që duhet të bëhet në aspektin social, sepse ju jeni specialist në këtë fushë? Po, patjetër që e rëndësishme është në radhë parë të krijohet një urë më e mirë komunikimi mes 2 aktorëve kryesorë që janë në shkollë. Dhe kjo nuk vlen vetëm shkollën e mesme, që janë nxënësi ose të rinj, se mua më pëlqen më shumë mos ta quaj nxënës në këtë kuptim se duket sikur është një individ që e mban aty dhe vetëm ri për urdhra, dhe mësuesit. Prindri kuptohet, po që aktorët kryesorë janë nxënësit dhe mësuesit, sepse ne problemet e para që pam fillimisht ishin grindjet e konfliktet që edhe vazhdojnë, nuk them se janë sheshuar, por që me punën që kemi bërë dhe ne si një palë e tretë, deri diku dhe janë lehtësuar pak tensionet, por që ende ka ofeza, ka kritika ndonjëherë të nxituara, ndëshkime, gjëra. Po duhet bërë diçka ndoshta më shumë, mësuesve dhe nxënësve. Të merresh me këtë gjë është një punë e jashtëzakonshme, punë e shkëlqyer. Ju theksot pak që problemi është tu që për sa i përket përqindjes të drogës, domethënë ligjvënësi nuk e ka përcaktuar që sa gram i takon përdorësit drogës dhe në përqindje të kësaj gramature i takon trafikimit drogës. Dhe për fat keq, sot e kësaj dite është një vendim unifikues i gjykatës së lartë që thon doza të vogla. Po dozat vogla nuk është e përcaktuar, dozat vogla do të ketë një përqindje gramature të cituar që deri në 0,50 gram është përdorim vetjak, mbi 50 gram është trafikim. Dhe kjo ka bërë shkak që të lej mundësi abuzimin me gjykatës, duke të shfrytzuar kështu që edhe korrupsionin, që nëse ti më mosh, unë të konsideroj dozë vogël. Në rast kundër unë t'i jap dhe dënimi i përdoruesit, i trafikantit drogës është 5 vjet e lartë. Domethënë, të kapësh një tri me 0,50 gram drogë, mas 1 gram, dhe të dënosh 5 vjet është krim shumë i madh. Duhet përgatitur një amendament që cita ky, që të përcaktohet eksaktësisht gramatura e përdoruesit, se ai është përdorues do e përdorit, si do që dënohet ai nuk i shmanget përdorimin. Ai do ta përdori atë sasi droge, duke e përcaktuar me ligj që deri në kaq gram, në rast se gjendet në xhep një përdoruesi, nuk do dënohet, por do trajtohet si përdorues. Kështu që nuk duhet ngatruar përdoruesi që ka nevojë të domosdoshme për të përdorur këtë sasi droge dhe trafikanti që u shkon nëpër shkolla dhe i shet. Ke përdoruesit droge duhet të bën trajtimi për rehabilitimin e kësaj pjesë së shoqërisë që është përdorues droge, që këto të integrohen në shoqërinë.